Kam një pyetje tani për të testuar vëmendjen. Në këtë fragment cili është ligjëruesi, pra kush po flet deri tani? Vinderi ai që flet thot për botën që ndryshon, për artin e përjetshëm, për Lumbardhën e Anakreontit që ka zgjedhur si poet. Pra kuptojmë qartazi që ai po flet duhet të jetë poet apo jo? E pra Milosavlja nuk është poet, është i riu, i bukur, i romantiku, është i dashuruar, i luftëtari, por jo poeti. Pra nuk është ai që flet. Në fakt në këto vargje hyrëse të këngës të parë është vetë Derada që flet. Në vargjet që vijojnë vazhdon ligjërimin vetë në parë. U pataksa e ruajta jashtë. Por tashmë nuk është shumë e qartë nëse flet Derada apo Milosavlja. Dua them të dy janë të rinj, të dy janë me dëshirë për jetën, pra fjalët që thuhen te këto vargje për gëzimin e jetës u përshtaten të dyve. Derisa arrim te vargjet dheut huaja herën ndërtim me motra kisha arritur, ku jemi të sigurt që po flet Milosavlja sepse sipas subjektit është ky që kthehet nga jashtë nga Selaniku në qytetin e vet në Shkodër. Ky alternim ligjëruesisht nuk është i pazakont për poetët romantik. E kemi parë edhe tek Naim Frashëri, Fyelli, nëse ju kujtohet. Në një farë mënyrë ju shërben që të bëjnë një personazhit me veten e tyre, që përjetimet e tyre t'ia kalojnë personazhit ose anasjelltas, më në fund që të krijojnë një personazh të ngjashëm me vete, të themi një alter ego. Dhe nëse flasim për alter ego, Milosavlja është shembulli tipik i këtij fenomeni. Biri sundimtarit të Shkodrës që dashurohet me një vajzë të popullit, njësoj si Derada, pinjolli familjes me traditë qindra vjeçare të radhenjve, dashurohet me të binë e barriut të fshatit. Këtë na i tregon ai vetë te autobiografia e tij. Shto këtu edhe ngjashmëritë e tjera me personazhin e tij, rinin, romantizmin, shkollimin, patriotizmin.